ju shkakton edhe largimin nga Kreu. Okej, po, patjetër, ne jemi mërzit, por do ishte shumë shpejt do flasim edhe për Kreu tabelën. Patjetër, ishim me përgatitur në ndeshje, do provojmë, do fitojmë edhe dorim në vendit parë. Por mund të them edhe sot Shkodra meriton ishte skuadra me mirë në pjesa parë, tregoi shumë cilësi edhe tregoi një dëshirë do fitoj në ndeshje, edhe to unë pëlqeu nga Vllazni, pjesa parë. Pastaj pjesa neve ishim me mirë edhe regulojmë shumë gjerat. Nese neve shikojmë rastet për golat, prap Shkodra ishte me shumë, neve ishim me pak, por doshta neve mund të bëjmë edhe një surpriza pjesa duhet sepse edhe neve ishim afër do shënojmë një gol. Por duhet të uroj edhe për fitore Shkodra dhe neve tani do mendojmë do pushojmë mirë, kemi pushim edhe pastaj do mendojmë për 2 javat e tjera sepse kemi 2 ndeshje brenda edhe 2 ndeshje shumë rëndësishme për ne. Nuk ishte Elbasani javët kaluar sot, profesor. Çfarë ndodhi me ekipin? Pjesa parë po. Pjesa mund të them ishim me mirë, nuk mund të them ishim keq. Edhe futum neve Shkodra në vështirësi. Pjesa parë do flasim me lojtarët, do bëjmë analiza edhe unë pak nuk kuptoj pse doshta ishim nga kraut Majtas edhe nga kraut Djatas nga fillim ishim doshta shumë apu, edhe pastaj ishte një grop në mesusha edhe tu ka piloj Shkodra pjesa parë. Doshta kjo ishte problem nga fillimi për ne. Objektivi i Elbasanit, profesor? Objektivi është si gjithmonë, si nga fillim Final Four. Do kapim Europë, do provojmë do kapim Europë. Është vështirë, profesor? Patjetër është vështirë, por kemi besime dhe kemi cilësi, sepse kampionati shqiptar është shumë e fortë, çdo javë është vështirë edhe juve e dito me mirë. Tani është java 6, kemi shumë java përpara, do luftojmë edhe pastaj në fundit maj mund të bëjmë llogari. Jeni përballur me Dinamon, Vllaznin dhe Ignatin deri më tani. Pak a shumë si janë këto skuadra në syrin tuaj, duke qenë se janë edhe deri në fund pretendente për Final Four. Kanë diferenca mes tyre? Po, patjetër ka diferenca. Doshta ata ka një ritëm të tjera sepse ka eksperiencë edhe nga Evropa, edhe doshta tu neve jemi pak mrapa nga ritëm lojës, po prap e ta shumë nga fillimi është java 6 edhe doshta është pak heret, pak shpejt do bëjmë një komenti edhe do të them ne jemi tu apo Shkodra apo Dinamo, kemi shumë në ndeshje përpara edhe do shikojmë. Profesor, shkodrani Antonio Delej, titular sot në Loro Borisi. Delej është një lojtar shumë talentuar, por edhe ai mungon minuta, mungon ritëm. Sot ishte mirë, nuk mund të them asnjë gjë tjetër, ishte mirë, presi me shumë nga Delej, një djalë punëtor edhe tani do shikojmë në vazhdimsi si do shkojnë. Edhe një pyetje për kombëtaren shumë shpejt, Serbi-Shqipëri, si e pret Ivani këtë ndeshje? Do shikojmë tu gjitha ishte rregull edhe fitoi futbolli. Mesazhi im është edhe ande shpresojmë, edhe jam sigur gjitha do shkojë mirë edhe do fitoj futbolli. Pastaj në fush si gjithmonë kush është më mirë do fitoj. Do të ndiqni në Elbasan apo do të shkoni në Serbi? Jo, do rim tu në Shqipëri sepse do vazhdojmë me stërvite. Faleminderit.